Bashkia e Tepelenës ka nisur përgatitjet për një sezon turistik sa më të suksesshëm, duke u fokusuar në përmirësimin e infrastrukturës dhe promovimin e atraksioneve kryesore. Aktualisht po kryhet rehabilitimi dhe shtimi i sinjalistikës turistike në të gjithë territorin që mbulon kjo bashki, me qëllim orientimin më të mirë të vizitorëve vendas dhe të huaj. Njëkohësisht do të kryhet edhe pastrimi nga bimësia i kalave dhe monumenteve të trashëgimisë kulturore, duke i bërë ato më të aksesueshme dhe më tërheqëse për turistët. Insiston në sinjalistikën turistike të gjithë territorit të Bashkisë Tepelen, ku përfshin monumentet e kulturës, monumentet e natyrës apo zonat me interes po themi turistik, që kanë interes lart turistik. Çka mendojmë që do të ndikojë edhe në lëvizjen ose krijimin e aksesit dhe orientimin e vizitorëve, kryesisht dhe të huajve, të cilët nuk e njohin në territorin, po planifikojmë ndërhyrjen edhe në disa pika që janë të rëndësishme, siç është shpella e Lekpetës në zonën e Progonatit, që është objekt interesant. Është mulliri i Lipash Tepelenës, i cili shpresojmë që në këtë vit sepse ai është një objekt faktikisht sot privat, por që ka vlerë të lartë turistike dhe historike, i cili ndodhet në zonën e Veliqotit. Po planifikojmë dhe ndërhyrje të tjera për sa i përket monumenteve siç janë kalat, pra pastrimin e kalave. Nga ana tjetër, autoritetet bëjnë me dije se në muajin prill pritet të nisë edhe rikonstruksioni i kishës së Shën Ilias në fshatin Lekël, e cila u dëmtua nga zjarret e verës së kaluar. Ky investim synon rikthimin e këtij objekti kulti në funksion si një pikë e rëndësishme e turizmit kulturor në zonë. Kemi një lajm mirë për sa i përket kishës monumentit kulturës, kishës së Leklit, pra kishës së Shën Ilias në Lekël, e cila u përfshi nga zjarri vitin e kaluar. Dhe është një objekt i rëndësisë veçantë për sa i përket historisë dhe aspektit të religionit, pra aspektit fetar, dhe shpresojmë që brenda muajit mars, pra me fillimin e muajit prill, të kemi dhe një ndërhyrje restauruese në monument, e cila është shumë e rëndësishme jo vetëm për banorët, por edhe për historinë e zonës. Me këtë ndërhyrje, Bashkia e Tepelenës synon të rrisë numrin e vizitorëve dhe të ofrojë një eksperiencë më cilësore për të gjithë ata që zgjedhin të zbulojnë bukuritë natyrore dhe historike.